Nga 1 dhjetori ka nisur dhe në gram shpërndarja e bonusit të fundvitit për pensionistët. Pensionistët që marrin deri në 20.000 lekë në muaj do të përfitojnë 15.000 lekë të ri shpërblim, ndërsa ata që marrin mbi 20.000 lekë në muaj pension do të marrin 10.000 lekë të ri shpërblim, ndërsa ky proces është duke vijuar paralel me shpërndarjen e pensioneve. Të moshuarit të ndajnë opinione të ndryshme për masën e vendosur nga qeveria. Pensionist, po, do ta marrin patjetër pas diskutim. Absolutisht asnjë lloj problemi, çdo gjë në rregull. Tani, po dha ai mirë, së dha di viralla. Ai çfarës, për asaj. Ne sa më shumë. Ilaçe. Kam shumë ilaçe, vit tim shumë. Më shumë, edhe viti i ri po vjen për qenas. Paguaj drita ujit dhe të marrë dhe pensionin. Ja të sot të marrë dhe ato. Jam se jam edhe kësa janë, unë 100.000 lekë. Po, 150 në takojnë mua sa jam të marim sa. Nuk është e mjaftueshme. O, unë 120.000 lekë pension kam. Marrë dhe 150 nga ta, unë së qoja si lekë i shpiza, unë jo do laj drita, jo do laj ujt, jo do të marrësh ilacet edhe. Përfituesit e bonusit që nuk mund ta tërheqin atë gjatë muajit dhjetor, do të kenë mundësinë ta përfitojnë deri në 30 qershor të 2026-s, ndërsa pas kësaj date mundësia për ta përfituar shpërblimin skadon.